Arlinda Tepelena do t'jetë drejtuesi e re e furnizuesit të shërbimit universal, pjesë e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Tepelena ka marrë tashmë firmën për këtë emërim tepër të rëndësishëm, ndërsa pritet të prezantohet në vijim. Ajo do të zvendësojë në këtë detyrë Ilir Aliajin. Arlinda Tepelena është një figurë e njohur në qytetin e Vlorës për kontributet e saj në jetën aktive por edhe politike. Prej disa vitesh me radhë, ajo ka drejtuar tregun e shumicës së frutave dhe perimeve në Vlorë, ndërsa së fundmi ishte drejtuese e turizmit në Bashkinë e Vlorës. Arlinda Tepelena ka marrë tashmë detyrën e re si drejtuese e furnizuesit të shërbimit universal. Nga data 1 janar 2024, kjo shoqëri ka filluar aktivitetin e saj, duke u bërë kështu shoqëri B e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, me objekt aktivitetin e furnizimit me energji elektrike të klientëve fundor, që veprojnë në treg të rregulluar, të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, ofrimi dhe sigurimi i cilësisë tregtare të shërbimit, si dhe çdo aktivitet tjetër fitimprurës në interes të shoqërisë. Për më tepër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër, i cili është i lejuar për formën juridike dhe nuk është ndaluar nga ligji në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë, thuhet pikërisht në qëllimin dhe objektivat e operatorit të furnizuesit të shërbimit universal. Furnizuesi shërbimit universal në Vlorë ka hapur kështu disa pika të reja në qytet, duke qenë kështu pranë qytetarit dhe klientëve, e duke sjellë shërbime të ndryshme, të cilat lidhen me pagesat ndaj energjisë elektrike, kërkesat dhe ankesat, si dhe informacione në rast nevoje. Po ashtu, furnizuesi shërbimit universal ka si kontakt kryesor kujdesin ndaj klientëve. Tashmë, drejtuese e re, furnizuesi të shërbimit universal, pjesë e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë, do të jetë Arlinda Tepelena.